Arsimi profesional po merr gjithnjë më shumë vëmendjen e të rinjve, ndërsa modeli dual shihet si një nga format më efikase në përgatitjen për tregun e punës. Ky sistem ndërthur mësimin teorik në shkollë me praktikën profesionale në biznese. Nancy, nxënësi që ndjek sistemin dual në shkollën e mesme profesionale Gjergj Canco, shprehet se e ka ndihmuar në pozicionimin e saj në tregun e punës. Tregu shumë kërkues në këto momente, në këtë fushë, dhe kjo shkollë ka ofruar shumë mundësi pasi ka bashkëpunime të mëdha me biznese të ndryshme. Zhvillojmë praktikat profesionale nga shkolla, bëjmë praktika në biznese të ndryshme dhe ky hap që shkolla ka ndërmarrë me sistemin dual na ka bërë që ne të kemi kërkesa dhe mundësi të mëdha për të punësuar nga biznese të ndryshme. Nancy pohon se arsimi dual është kthyer në një urë lidhëse mes shkollës dhe punësimit, ndërsa bizneset përkatëse ofrojnë edhe pagesë minimale për nxënësit. Profili im që jam multimedia duale na ka ndihmuar shumë nga mbështetja e shkollës për të njohur biznese të ndryshme dhe nga ky profil unë momentalisht punoj disa punë të ndryshme në këtë fushë nga tregu i punës që shkolla na ka ofruar. Jo vetëm që ke punë të mira, mëson më shumë normal se është eksperienca, çdo gjë është praktike përveç teorisë. Ne jemi nxënës që mësojmë profesionin dhe marrim një pagesë minimale thjesht për të shtyr pak më shumë këtë dëshirën për të shkuar dhe për të punuar dhe për të mësuar. Pra ka një pagesë minimale. Sipas të dhënave nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, në vitin shkollor 2025-2026, 16 shkolla në vend ofrojnë arsimin dual, nga 10 që ishin një vit më parë. Rreth 400 nxënës të arsimit profesional zhvillojnë 18 orë në javë praktik pranë bizneseve.